Kërkesa është një, domethënë që të hiqet kufizimi kohor për avokatin e popullit, me që ne kërkojmë edhe për institucione tjera, po sidomos për punën e avokatit e popullit, se natyra e punës është tjetër, kufizimi ligjor prej 6 muajsh për referimin e çështjeve në gjykatën kushtetuese. Asgjë tjetër. Aty ekziston në ligjin për gjykatën kushtetuese, ekziston një kufizim 6 muajor prej hyrjes së aktit në fuqi. Vetëm ky ka qenë qëllimi i këtij raporti edhe është i shpjeguar, mendoj që është i sqaruar relativisht mirë. Ne kemi gjetë, domethënë ne kemi dorëzuar një raport para, nuk e di tash, kam harruar, ndoshta 10 ditë 2 javë, në lidhje me krejt situatën në Universitetin e Prishtinës. Është një raport jashtëzakonisht i detajuar. Unë mendoj se ja vlen me lexue, kush don me lexue me pa cila ka qenë gjendja dhe thelbi i konfliktit. Ne kemi gjetë domethënë shkelje në këtë ligj që nuk janë në përputhje me kushtetutën, sidomos sa i përket diskriminimit të disa kategorive. Është fjala për regjistrimin e studentëve apo? Ne thelbi i temës ka qenë regjistrimi i studentëve të kategorive të dala nga lufta në Universitetin Publik të Prishtinës, domethënë edhe ne e kemi hulumtuar vetëm këtë çështje. Unë mendoj spaku nuk ka diçka që ka mbetur e paditur, e fshehur. Ne kemi kërkuar, domethënë, ju kemi shtruar një varg pyetjesh anëtarëve të gjykatës kushtetuese për çështje të caktuara në lidhje me një rast caktuar. Ne kemi disa dëshmime të cilat kemi konstatuar, domethënë, se aktvendimi i gjykatës kushtetuese, tash se di shifrën, mund të jetë një mashtrim i opinionit, sepse aty ka dalë emri i gjykatësit Karolan, me të cilin dëshmohet se gjykata me një rast në atë rast ka pas quorum. Ne kemi dëshmi se nuk është e vërtetë ajo, se s'ka pas quorum, sepse vetë gjykatësi Karolan ka thonë që nuk ka qenë pjesë. Po kjo tash me këtë problemin e gjykatës nuk ka asgjë të përbashkët. Kjo ne konsiderojmë se pjesëmarrja e zotit Hasani në rishqyrtimin e rastit nuk është e ligjshme për arsye sepse ai është marrë që më parë me çështjet. Këto janë çështjet. A do t'ia dërgojmë kërkesën presidentes për shkarkimin e zotit Hasani? Është një procedurë ligjore që duhet ndiqet për shkarkimin e një gjyqtari të gjykatës kushtetuese. Ne do të bëjmë gjithçka që është e paraparë me ligj. Sigurisht, kur të vjen momenti, edhe nga presidentja do të kërkojmë shkarkimin e tij kur të kalohen gjitha procedurat.